Pejgamberi alayhi salatu wasalam, përderisa ishte me shokët e tij në xhami, tha tash do të futet në xhami një person që është prej banorëve të xhenetit. Dhe u habitën gjithë kur e pa një person që askujt nuk I kishte shku mindja. Ishte një person I thjesht, I cili sapo kishte marrë abdes dhe pikët e abdesit rrëndin prej mjekrës tij. Ditën e dytë sërish tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tash do të futet në xhami një person që është prej banorëve të xhenetit. Dhe u fut po I njëjti person. Ditën e tretë e përsëritit njëjtën gjë dhe u fut sërish I njëjti person. Dhe shkoi Abdullah ibn Amri ta shohë se çfarë pune të veçantë bën ky person që pejgamberi alayhi salatu wasalam e cilësoi prej banorëve të xhenetit. Po du me qëndru veç 3 net të këti. Bujrën pa problem, I tha njeriu zemër mirë. Dhe Abdullah ibn Amri bujti atë natë të ky person. Dhe tanë natën nuk fleti ta sheh se çfarë puna është duke buke. Po ky personi ra me flet edhe deri në namazën e sabahut nuk u zgju fare. Ndërsa Abdullah ibn Amri tanë natën të bëj ibadet. Tanë natën duke u fal. Në sabah u çu mur abdes dul namazën e sabahut. Mbrëmjen e dytë e njëjta gjë, mbrëmjen e tretë e njëjta gjë. Dhe Abdullah ibn Amri kur dul me u përshëndet tha, unë po shkoj edhe po ta tregoj të vërtetën që për këtë sebeb kum ardh sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam të ka cilësu prej banorëve të xhenetit dhe më interesoj se çfarë pune të veçantë je duke bën. Mirë, po nuk është ndonjë punë të veçantë. Atëherë njeriu I tha, ato çka I pave, nuk bëjnë ndonjë punë të veçantë. Përpos që e kam edhe një çështje, një cilësi që e përdori çdo natë sa herë kur të bi me flet. Tham, o Zot, ai që më ka bu keq fal I kuft atina. Pra nuk ja dëshiroj të keqen askujt, nuk kam urrëtie për askënd. Atëherë Abdullah ibn Amri tha, kjo pas ka bërë që të arrish këtë gradë.